qëllimi dhe këtë do bëjmë. Sepse Akshi është një stacion ku çdo kush që merret me teknologjinë e lartë duhet të ndorrojë, të vitë punoj. Dhe ne do ta bëjmë këtë. Kjo vështirësi që po kaloni ju, dhe t'jeni të sigurt që unë jam me ju në këtë vështirësi, sepse më dhëm po aq shumë sa ju. Çdo goditje pa denjë dhe pa drejtë që i bëhet këtij institucioni dhe këtij emri për shkak një çështje që ka rrugën e vet. Është absolutisht e pajustifikueshme dhe e papranueshme që një talent siç ka plot këtu në këtë fushë ku bota talentet si tuajat i përgdhel gjithkohës. Tani nuk dua të zjadem për Iglin, unë jam i bindur që ju e dini se kush është. Igli është një tjetër rekrut i Shqipërisë digjitale, i cili ka lënë misione dhe punë të tjera në vende të tjera, po ashtu jo vetëm në Shqipëri. Dhe ka ardhur të shërbejë në një moment shumë dramatik kur ne u sulmuam nga terrori kibernetik. Kapaciteti i tij drejtues, por jo drejtues në kuptimin e dikujt që thjesht menaxhon, po dikujt që është pjesë e juaja, sepse bën të njëjtën gjë, kupton gjuhën tuaj, kupton sfidat tuaja. Na bëri së bashku me ministren që t'i kërkojmë të spostohet brenda të njëjtës godinë. Dhe unë jam shumë i kënaqur që Igli e mori këtë propozim si një detyrë, jo si diçka, jo si një ftesë për të shkuar në një fest, sepse nuk është e lehtë kjo detyrë në këtë moment, po e mori si një detyrë për të mos lejuar që gjithë kjo skuadër të ndjehet e pa drejtuar, edhe pse Romina me mundësit dhe kapacitetin e saj bëri më të mirë në gjithë të periudhë, por duke qenë pjesë e të njëjtës hapësirë, traume, unë jam mirë kuptoj edhe vështirësitë që pati, por Romina do të jetë përsëri në pozicionin që ishte, bashkë me Iglin do punojnë së bashku edhe besoj që gjërat do shkojnë ashtu siç duhet. Mund të flisja edhe më gjatë, por ma hamendja që nëse ju ka marrë malli të dëgjoni fjalimet gjata nga unë, mund t'i gjeni shumë kollaj, ose prisni në një orë sa të dalë diku tjetër edhe. Por realisht mund t'flisja më gjatë sepse e kam realisht nevojshme t'ju them se sa shumë respekt kam për ju, edhe sa shumë e vlerësoj atë që bëni ju, dhe se sa shumë të rëndësishëm jeni ju për këtë vend. Është njësia më speciale e Republikës Shqipërisë së bashku me njësinë e mbrojtjes kibernetike. Kështu që detyra juaj tani është të shtrëngoni radhët dhe të fokusoni tek punët e mëdha që kemi planifikuar, tek produktet e reja që kemi ndërruar dhe për cilat po punoni. Dhe detyra ime dhe Delinës është që një orë më parë t'ju sjellim në bordero paga më të larta.